Nga edicioni informativ qendror me mua Viola Murati do të ndajmë zhvillimet e ditës ku do të njemi gjerësisht edhe do të nisim me aktualitetin ku një aksion i gjerë pastrimi në zonën e Bregdetit Nart Zvërnec është organizuar këtë të premte nga institucioni i prefektit të qarkut të Vlorës. Të përfshirë nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme, përfaqësues institucionesh, por dhe vullnetarë, midis të cilëve edhe vullnetarët e huaj. Rreth 600 persona morën pjesë në një aksion të gjerë pastrimi në zonën e Bregdetit Nart Zvërnec, të organizuar nga prefektura e qarkut të Vlorës. Në këtë aksion morën pjesë nxënës të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit, përfaqësues të institucioneve lokale dhe atyre qendrore, administrata e zonave të mbrojtura, forcat armatosura, por edhe vullnetar, midis tyre edhe vullnetar të huaj. Prefekti e qarkut të Vlorës Evis Allushi thotë se aksioni i iniciuar nga Ministria e Mjedisit ka për qëllim që të tilla nisma të vazhdojnë e të shtrihen në çdo periudhë të vitit në të gjithë qarkun e Vlorës. Sipas Allushit, ky aksion vjen në prag të çeljes së sezonit veror dhe synon të ndërgjegjësoj qytetarët për të mbajtur pastër Bregdetin, mjedisin dhe ambientin ku jetojnë. Një aksion masiv për pastrimin e zonës Bregdetit. Ky aksion është iniciuar nga Ministria e Mjedisit, por në fakt ne duam që iniciativat të tilla t'i vijojmë dhe të jetë kjo një iniciativë pararendse që më pas ne të vazhdojmë edhe në zonat e banuara. Duam që të nxisim vullnetarizmin dhe përgjegjësinë qytetare dhe në javët në vijim këto iniciativa për pastrimin e qytetit ishim edhe në bloqet e banimit. Paralelisht me Bashkinë e Vlorës është duke u zhvilluar ky aksion pastrimi edhe në Bashkinë Himar edhe në Bashkinë Sarand. Kjo është një masë sensibilizuese për sezonin turistik? Po, është një sensibilizim i përgjithshëm qytetar për zonat bregdetare në prag të sezonit turistik, duke qenë se nga java që vjen edhe në vijim çelë sezoni turistik në të gjitha bashkitë bregdetare në qarkun e Vlorës, por edhe më tej. Ndërkohë nga zona e Bregdetit, Nart Zvërnec, por edhe në brendësi të pyllit të sodës, u pastruan këtë të premte me qindra thasme mbeturina, të cilat janë hedhur në brendësi të pyllit të sodës dhe Bregdetit nga dora e njeriut. Për projekt vendimin i cili propozonte për plazhe tarifën 700 lekë, Atir Doxha, këshilltari Djat Bashkiak, saktëson për qytetarët se ky projekt vendim nuk është miratuar, por ka mbetur i propozuar për të diskutuar sërish në mbledhjen e radhës, ndërsa thotë se kjo tarifë është hartuar për arsye klienteliste. Këshilli Bashkiak i Vlorës u mbledh pak ditë më parë për të diskutuar tarifën e plazheve. Atir Doxha, këshilltar Bashkiak, thotë se në tryezë erdhi një projekt vendimi i cili propozonte që tarifa të ishte 700 lekë. Tarifë kjo e kundërshtuar menjëherë nga këshilltarët e opozitës. Hoxha saktëson për qytetarët se ky projekt vendim nuk është miratuar, por ka mbetur si propozim dhe do të diskutohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të muajit prill. Tarifa që kërkon Bashkia e Vlorës të vendos për plazhet, sipas Hoxhës, është tepër e lartë pasi qytetarët paguajnë gjatë kohës në çdo vit për këto plazhe në taksën e pastrimit, por edhe bizneset gjithashtu. Për plazhet, Hoxha mendon se duhet vendosur tarifa prej 500 lekësh, e cila është më e favorshme dhe Këshilli Bashkiak sipas tij duhet të respektojë dhe ata anëtarë të Këshillit Socialist që votuan për këtë tarifë. Hoxha thotë se ky projekt vendim është hartuar për arsye klienteliste. E para njerë unë duhet të bëj një saktësim këtu, sepse ka pasur një abuzim dhe shikoj shpesh edhe tentativat, ndofta nuk mund të konsideroj dashakejse, po tentativa për të bërë lajm me të pavërteta. E para njerë ky projekt vendim nuk ka kaluar në Këshillin Bashkiak. Pavarësisht se administrata ekzekutivi bashkisë ka paraqitur një projekt vendim për të tarifuar plazhin publik me një vlerë 700 lekë ose 7000 lekë të vjetra, ne kemi pasur një debat dhe unë personalisht kam mbajtur qëndrimin që këto plazhe do duhet që të ngelen absolutisht publike, pa pagesë. Insistoj dhe e theksoj që këto plazhe duhet të mbeten publike pa pagesë. Është e pakonceptueshme që në një qytet si Vlora, kur pothuajse gjithë hapësira e plazheve tashmë i nënshtrohet kontratave, partneriteteve, investimeve strategjike, edhe ai pak plazh publik që kishte ngelur, Bashkia Ekzekutivi, kryetari i bashkisë zonja Mersini, tenton nëpërmjet Këshillit Bashkiak t'u japi klientëve të saj. Në këtë mbledhje që ne kemi lënë pas dhe që për fat keq thash edhe një herë, ka një dezinformim ose një paqartësi edhe për qytetarët, nuk është miratuar një tarifë 5000 lekë, sepse kam parë shpesh që thonë që është miratuar. Ka ardhur një propozim nga një këshilltar opozitar, për cilin ne kemi tentuar për të dhënë, për të kuptuar edhe qytetarëve që pavarësisht se këta japin argument që duhet të tarifohet, pse duhet të jetë kjo shifër, sepse shifrat për 7000 lekë, ashtu siç edhe kemi argumentuar, ishte shifra maksimale e tarifimit. Por
Por thash edhe një herë, kjo shifër nuk është miratuar dhe ne edhe në mbledhjen e ardhshme, e cila do të riparaqitet përsëri ky projekt vendim, ne do të mbajmë qëndrimin që ky plazh duhet të jetë pa pagesë. Duhet të jetë një plazh i cili duhet të shërbejë qytetarëve të Vlorës, siç u ka shërbyer deri sot dhe nuk ka pse të tarifohet. Në të njëjtën kohë, theksoj që qytetarët e Vlorës paguajnë për këtë plazh, paguajnë për mirëmbajtjen, për pastrimin, për gjelbërimin e të tjera si këto. Për këtë arsye mendoj që qëndrimi jonë është i qartë, është i pastër. Ne do të vazhdojmë të insistojmë që ky plazh të mbetet pa pagesë. Ktu dua të ritheksoj arrogancën, kokforcinë, mosdakordsinë me Këshillin Bashkiak, midis të cilëve edhe këshilltar socialist, të cilin gjen kryetare e bashkisë, sepse mendojnë që edhe Këshilli Bashkiak është një institucion në varësi të saj, e cila nuk është e vërtetë, sepse këto janë dy institucione të pavarura. Këshilli Bashkiak ka element kontrollues ndaj ekzekutivit, është Këshilli Bashkiak ai i cili vendos se si do duhet të jenë të orientuara politikat e ekzekutivit. Është për të ardhur keq që edhe ai pak plazh, thash edhe një herë, tentohet për të dytën herë, pas pak ditësh në datën 30 do të jetë mbledhja e dytë e Këshillit Bashkiak për të muaj, në të cilin përsëri ekzekutivi do të insistojë duke denatyruar, duke ofenduar edhe ata këshilltarë të cilët pretendonin që çmimi prej 7.000 lekësh nuk ishte çmimi adekuat ose çmimi më i mirë i mundshëm për tu aplikuar, por ishte çmimi 5.000 lekë. Edhe për këtë bashkia do të detyrojë që të vinë në mbledhjen e datës 30 për të votuar përsëri çmimin i cili është përcaktuar nga ekzekutivi. Nuk është çmimi i cili ka një kosto, po themi, financiare për të cilën nuk mund të shmanget, por është vetëm dëshira për të grabitur përsëri dhe atë pak plazh publik që ka ngelur, duke e cilësuar tashmë plazh publik, por me pagesë. Pritet me mjaft interes mbledhja e Këshillit Bashkiak të muajit prill, e cila do të zhvillohet në datën 30 për të parë edhe qëndrimin që ky institucion do të mbajë në lidhje me tarifën e plazheve. 6 muaj nga nisja e aksionit për zhvendosjen e automjeteve të braktisura nga hapësirat publike, duke se asgjë nuk ka ndryshuar. Mjetet të cilat ndodhen prej vitesh në hapësira të tilla nuk janë larguar ende, ndërsa nuk ka informacione. Në shtator të vitit të kaluar nisi një aksion i përgjithshëm për largimin e të gjitha automjeteve të braktisura në pikat e grumbullimit, të cilat prej vitesh zinin hapësirat publike duke përfshirë edhe qytetin e Vlorës. Në shtator të vitit të kaluar nisi një aksion i përgjithshëm në të gjitha pikat e grumbullimit të automjeteve duke përfshirë edhe qytetin e Vlorës. Me njëherë më pas nisi edhe inventarizimi të gjitha mjeteve të cilat qëndronin prej vitesh në këto pikat të grumbullimit, por ndërsa jemi tashmë në prill të vitit 2026, më shumë se 6 muaj nga aksioni, asgjë nuk ka ndryshuar. Automjetet vijnë të qëndrojnë stok në pikat e grumbullimit, ndërkohë që u deklarua atëherë se këto hapësira do të shërbenin për qytetarët, por edhe për pushtetin vendor. Por duket se asgjë nuk ka ndryshuar. Automjetet vijnë të qëndrojnë në pikat e grumbullimit ashtu si 6 muaj më parë. Menjëherë, pas nisjes së aksionit filloi edhe inventarizimi i mjeteve me qëllim përcaktimin e fatit të tyre. Ky aksion kishte si synim lirimin e hapësirave të zëna nga këto automjete dhe vënien e tyre në dispozicion të pushtetit vendor dhe qytetarëve. Por, ndërsa ndodhemi në muajin prill, më shumë se 6 muaj nga nisja e aksionit duket se asgjë nuk ka ndryshuar. Mjetet të cilat ndodhen prej vitesh në këtë hapësirë nuk janë larguar ende, ndërsa nuk ka asnjë informacion të qartë se çfarë do të bëhet me to dhe kur kjo hapësirë do të lirohet. Largimi i mjeteve u deklarua se do të kryej edhe për shkak të ndotjes si ato shkaktojnë, por duket se aksioni i nisur në shtator të vitit 2025 ka mbetur vetëm në letër pas një reagim konkret për zhvendosjen e tyre. Këshilli Bashkiak Fier pritet të shqyrtojë një mocion të firmosur nga 24 këshilltar socialist dhe kryetari i grupit për shkarkimin e kryetares së Këshillit. Duke se socialistët në Fier kanë hyrë në një fazë të hapur për plasjesh të brendshme, çfarë tregon se konflikti brenda shumicës nuk është më thjesht politik, por ka marrë formë zyrtare. Socialistët në Fier duke se kanë hyrë në një fazë të hapur për plasje të brendshme që po materializohet tashmë në një hap konkret institucional. Më 30 prill Këshilli Bashkiak i Fierit pritet të shqyrtojë një mocion për shkarkimin e kryetares së Këshillit, çka tregon se konflikti brenda shumicës nuk është më thjesht politik, por ka marrë formë zyrtare. Mocioni firmosur nga 24 këshilltar socialist dhe kryetari i grupit bazohet në një sër pretendimesh për shkelje procedurale. Sipas tyre, janë pranuar materiale jashtë protokollit, janë futur në rendite akte të panënshkruara dhe nuk janë respektuar afatet për shpërndarjen e dokumenteve, duke cënuar kështu funksionimin normal të Këshillit. Po ashtu ngrihen shqetësime për mungesë transparence, kufizim të aksesit të publikut dhe medias, si dhe për mbledhje me rendite të mbingarkuar.
Në thelb mocioni argumenton se kryetaria ka humbur besimin e shumicës dhe nuk ka garantuar paanësinë dhe rregullsinë në drejtimin e institucionit. Kjo lëvizje është interpretuar në mënyra të ndryshme në skenën politike. Disa e shohin si një betejë për kontroll brenda Partisë Socialiste në Fier, të tjerë si ndërhyrje të nivelit qendror në autonominë vendore, ndërsa ka dhe zëra që e lidhin me përgatitjet për zgjedhjet e vitit 2027. Megjithatë, për të interpretimeve një element mbetet i përbashkët. Performanca e Bashkisë Fier është perceptuar prej kohës si e dobët, duke ushqyer pa kënaqësi të brendshme. Këto tensione duket se kanë shpërthyer tani pas një periudhe të gjatë konsumimi politik dhe institucional. Sinjale për ndryshim kishte edhe më herët me emërimin e 4 nënkryetarëve të bashkisë pas një takimi me kryeministrin Rama në përpjekje për riorganizim. Por sipas burimeve, mungesa e koordinimit dhe hapësirës reale për bashkëpunim ka thelluar përplasjet. Në këtë kontekst, zhvillimet e 30 prillit pritet të tregojnë nëse kemi të bëjmë me një luftë të brendshme për pushtet apo me një përpjekje për t'i dhënë fund një modeli drejtimi që konsiderohet i konsumuar. Do të rikthehemi dhe ndalemi tek turizmi. Vlora Vion të mbetet ndër ato destinacionet të preferuara dhe të kërkuara nga turistët e huaj. Këtë mëngjes në portin e Vlorës ka mbërritur kroqera Monet me 43 turistë në bord, kryesisht nga Britania e Madhe, por dhe Gjermania, Irlanda dhe Ukraina. Mëngjesin e kësaj të premte në orën 7:45 në Vlorë mbërriti kroqera Monet me flamur të Kingstown. Në bord ndodhen 48 pasagjerë, turistë nga vende të ndryshme si Kroacia, Portugalia, Gjermania dhe Anglia, të cilët do të vizitojnë disa nga pikat turistike të zonës. Kroqera Monet ka ardhur nga Durrësi dhe do të qëndrojë në portin e Vlorës deri në orën 20, për të nisur më pas drejt destinacionit të radhës, Sarandës. Vlora po kthehet gjithnjë dhe më tepër në fokus të turistëve të huaj, të gjithë atyre të cilët e zgjedhin qytetin duke ardhur në këtë të fundit me anë të kroqerave. Një tjetër kroqer në mëngjesin e kësaj të premteje ka mbërritur në qytetin bregdetar të Vlorës. Është kroqera Monet, e cila po zhvillon një tur vizitor në të gjithë Shqipërinë duke vizituar disa qytete dhe nuk mund të rinte pa kaluar, pa ndaluar në një prej atraksioneve më të rëndësishme turistike të Shqipërisë, siç është edhe Vlora. Muaj prill shënon edhe nisjen e sezonit të kroqerave në Vlorë, duke e kthyer qytetin gjithnjë e më shumë në një destinacion të përvitshëm për turizmin detar. Kroqerat pritet të vijojnë gjatë gjithë sezonit turistik. 48 turistët që mbërriten këtë mëngjes kanë në itinerarin e tyre vizita në disa prej pikave më të njohura turistike, si Zverneci dhe Parku Arkeologjik i Apollonis. Specialistë të Drejtorisë Vendore të Kadastrës, po të Vlorës, janë vendosur në fshatin Llakatun për të kryer matjet për të gjitha objektet e ndërtuara pa leje, si dhe për shtëpitë e vjetra të ndërtuara para gushtit të 1991-shit, së bashku me trojet funksionale dhe oboret në përdorim. Agjencia Shtetërore e Kadastrës po vijon punën në teren në Llakatun të Vlorës në kuadër të procesit të evidentimit, matjes dhe dokumentimit të objekteve informale dhe pasurive të paluajtshme. Mësohet se specialistët e Drejtorisë Vendore në Vlorë janë në teren pikërisht për kryerjen e matjeve për të gjitha objektet e ndërtuara pa leje ose në shkeljet e saj, si dhe për shtëpitë e vjetra të ndërtuara para datës 10 gusht 1991, së bashku me trojet funksionale dhe oborret në përdorim. Ndërkohë mësohet se paralelisht me punën në teren, në zyrë vijon hartimi i dokumentacionit tekniko-ligjor për çdo pasuri. Më pas të dhëna do të afishohen për një periudhë 30 ditore për të mundësuar çdo kontestim të mundshëm nga qytetarët. Jemi në Llakatun të Vlorës për të evidentuar shtëpitë e vjetra të ndërtuara para vitit 1991. Pasi të kryet evidentimi i matjeve në teren, do vazhdojmë me përpunimin e të dhënave dhe më pas do të kryet afishimi publik që zgjat 30 ditë. Ky proces nuk ka më kthim mrapa, pasi ne jemi futur dhe për tokat e menaxhimit, edhe për pjesën e legalizimit për objektet qoftë para 91-shit, qoftë mbrapa 91-shit. Qa keni njerëz, do me thënë, që janë dhe në Greqi, në Itali, që janë emigrantë, që kanë shtëpi, duhet i orientoni të vinë gjatë këtij muaji, se ne do jemi ditë për ditë. Sipas kësaj drejtorie, synimi i procesit është pajisja me titull pronësie e të gjitha objekteve që përmbushin kriteret ligjore, duke përmbyllur një proces të gjatë për shumë banorë të zonës. Ndërkohë, përfaqësuesit e kadastrës mësohet se kanë kërkuar bashkëpunim nga qytetarët, përfshirë dhe emigrantët që të paraqiten dhe të përfundojnë procedurat përkatëse, duke theksuar se procesi tashmë ka hyrë në një fazë të pakthyeshme dhe përfshin si tokat në menaxhim, ashtu dhe legalizimet për objektet e ndërtuara para dhe pas vitit 1991.
2 makina janë përplasur brenda tunelit të Llogoras. Menjëherë në vendngjarje mbritën forcat e policisë rrugore, ambulanca dhe shërbimi zjarfikës, të cilët kanë ndërhyrë për të menaxhuar situatën, për të ndihmuar të lënduarit dhe për të garantuar sigurinë në qarkullim. 2 makina janë përplasur brenda tunelit të Llogoras. Në aksident janë përfshirë një makinë tip BMW dhe një Volvo. Menjëherë në vendngjarje kanë mbritur forcat e policisë rrugore, ambulanca dhe shërbimi zjarfikës, të cilët kanë ndërhyrë për të menaxhuar situatën, për të ndihmuar të lënduarit dhe për të garantuar sigurinë në tunel. Sipas informacioneve paraprake, disa persona kanë pësuar lëndime dhe janë transportuar drejt spitalit për ndihmë mjekësore, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Si pasojë e ngjarjes, qarkullimi në tunel është bllokuar për rreth 1 orë, ndërsa autoritetet kanë punuar për normalizimin e trafikut dhe largimin e mjeteve të dëmtuara. Një 30 vjeçar që lëvizte i armatosur me automjetin e tij është ndalur nga policia e Sarandës. Në automjetin e tij është gjetur një pistolet dhe një krerë me fishek, tashmë të sekuestruara bashkë me makinën. Lëvizte me automjet i armatosur me pistolet kapet në flagrancë dhe vihet në pranga 30 vjeçari. Sekuestrohet arma e zjarrit, pistolet, një krerë me fishek dhe automjeti. Në vijim të kontrolleve intensive dhe punës pa ndërprerje për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të armbajtjes pa leje, shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë kanë siguruar informacion për një shtetas që lëvizte i armatosur në qytet. Bazuar në këto informacione, në orët e para të mëngjesit në lagjen numër 4, shërbimet e policisë kanë lokalizuar dhe ndaluar automjetin me drejtues shtetasin e dyshuar DZ. Gjatë kontrollit fizik ndaj tij dhe kontrollit në automjet, shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri tip pistolet dhe një krerë me fishek, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin. Në përfundim të veprimeve hetimore, drejtuesi i automjetit, shtetasi me iniciale DZ, 30 vjeç, banues në qytetin e Vlorës, u arrestuan në flagrancë për veprën penale, mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Materialet ju referuan prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme hetimore. Policia njofton se gjatë 24 orëve për vepra të ndryshme penale ka nisur procedimin penal për 4 shtetas në Dërmi, Vlorë dhe Borsh. Specialistët e seksionit për hetim në krimeve ekonomiko-financiare në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen me iniciale GN, 55 vjeçe, banuese në fshatin Dërmi, pasi ka kallëzuar një tjetër shtetase se 55 vjeçaria i ka marrë një shumë parash duke e mashtruar se do t'i jepte me qira biznesin e saj në fshatin Dërmi. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen FR, banuese në Vlorë, pasi ish konstatuar duke kryer punime ndërtimi në banesë pa leje nga organet kompetente. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar referuan materialet në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi me iniciale ID, 30 vjeç, banues në Tiranë, se ky shtetas dhe 3 familjarë të tij mbrëmjen e dieshme në fshatin Borsh, në ambientet e lokalit në pronësi të tij, gjatë një konflikti të çastit me disa persona të panjohur, janë dhënuar dhe kanosur. Punohet për identifikimin e autorëve, kapjen e tyre dhe zbardhjen e rrethanave të rastit. Materialet i referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme hetimore. Sinagoga historike në Sarandë, një nga sitet më të veçanta arkeologjike, do t'i nënshtrohet një ndërhyrje dhe një investimi të plotë. Ndërhyrja jo vetëm restaurim dhe konservimi i monumentit, por dhe mbrojtje mozaikëve dhe vendosje një sistemi modern ndriçimi. Qyteti i Sarandës do të pasurojë ofertën turistike me restaurimin e një prej monumenteve më të rralla të tij. Bëhet fjalë për sinagogën historike të qytetit, e cila është një nga sitet më të veçanta arkeologjike që do t'i nënshtrohet një ndërhyrje gjithëpërfshirëse dhe një investimi të plotë. Lajmin e ka konfirmuar vetë Ministri i Turizmit Blendi Gonçja në rrjetet sociale, ku dhe ka ndarë pamje nga sinagoga e Sarandës. Gonçja informon se ndërhyrja do të jetë gjithëpërfshirëse dhe do të përfshijë jo vetëm restaurim dhe konservim të monumentit, por dhe mbrojtje të mozaikëve, vendosje të një sistemi modern ndriçimi, përmirësim të infrastrukturës për vizitorët dhe të zyrës së informacionit. Ky projekt vjen si rezultat e një bashkëpunimi mes institucioneve, ku përfshihen Bashkia, Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit, si dhe Fondacioni Besa, që do t'i jap mbështetjen e tij.
E ndërtuar në periudhën e vonë romake, sinagoga konsiderohet një nga më të mëdhat e zbuluara në rajon. Kompleksi daton nga shekulli 4 deri në shekullin e 6 dhe ndodhet brenda mureve të kalas mesjetare të onihizmit, duke qenë një dëshmi e gjallë e historisë së hershme të qytetit. Mendohet se brejt mbritën në territorin shqiptar që nga shekulli 2 dhe u vendosën në disa valë, pikërisht pas arsit e tyre që u vendosën në jug, rreth vitit 70 pas Krishtit, besojnë se ndërtuan dhe këtë sinagogë. Sot sinagoga është një nga pikat më të vizituara në Sarand. Aty zhvillohen dhe vizitat organizuara për nxënës dhe turist, ndërsa mozaikët e saj unik ekspozohen për publikun në mënyrë periodike. Në Athinë jo vetëm për futboll, janë veteranët legjendarë të flamurtarit, të cilët në Nea Perama janë përballur në një ndeshje futbolli me ish lojtar të skuadrave elitare greke. Për ish futbollistët ndeshje të tilla nuk janë thjesht futboll, por kujtes, emocion dhe një urë që lidh breza dhe popull. Veteranët legjendar të flamurtarit udhëtuan drejt Athinës për një përballje të veçantë me ish lojtarët e skuadrave elitare greke. Në Nea Perama, aty ku historia takohet me pasionin, ata u pritën në një atmosferë të ngrohtë, të mbushur me respekt, nostalgji dhe frym të pastër sportive. Në fushë zbritën emra që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e futbollit shqiptar: Vasil Ruci, Rapotao, Kreshnik Çipi, Latif Gjondeda, Qere Memushi dhe Roland Iliadi, figura që dikur ndezën zemrat e tifozëve dhe që sot rikthehen për të sjellë sërish magjinë e tyre. Për krah tyre dhe brezi më i ri, si Zguro Moçka, Saka, Guma, Mezani dhe Iliadi, dëshmuan se tradita kuqezi vazhdon të jetojë dhe të përcillet me dinjitet. Edhe pse munguan disa emra të njohur si Luan Birçe, Thanas Gjyli dhe Alfred Ferko, prania e veteranëve në fushë mjaftoi për ta kthyer këtë takim në një festë të vërtet futbolli. Përballë tyre, shoqata e veteranëve të klubeve të mëdha greke i dha ndeshjes një dimension dhe më simbolik, duke shndruar atë në një moment bashkimi përtej rivalitetit. Takimi përfundoi me rezultatin 4-3 në favor të flamurtarit, por më shumë se rezultati, mbeti mesazhi: sporti bashkon njerëzit. Nuk ishte thjesht një ndeshje miqësore, por një festë e vlerave, respekti dhe historisë së përbashkës sportive shqiptaro-greke, ku fituesi i vërtet është vetë futbolli. Dhe kjo histori nuk ndalet këtu. Vlora pritet që në muajin maj të mirëpres një skuadër angleze, ndërsa më pas flamurtari do të udhëtojë drejt Barcelonës për një tjetër përballje prestigjioze me veteranët e gigantit katalanas, kapituj të rinj që premtojnë të vazhdojnë këtë rrugëtim emocionesh dhe krenarie sportive. Një tërmet me magnitud 5.7 i shkallës Richter ka goditur mëngjesin e së premtes një zonë detare pranë Kretës, Greqisë, duke u ndjerë fuqishëm në jug të ishujt. Tërmeti ishte i fortë dhe me kozjatje të konsiderueshme, çfarë ka shkaktuar edhe panik te banorët. Një tërmet me magnitud 5.7 të shkallës Richter ka goditur mëngjesin e të premtes një zonë detare pranë Kretës në Greqi, duke u ndjerë fuqishëm në jug të ishullit. Lëkundjet u raportuan veçanërisht në zonat Sitia dhe Hierapetra, ku banorët përjetuan momente paniku. Sipas kryebashkiakut të Sitjas, Georgos Servakis, tërmeti ishte i fortë dhe me kozgjatje të konsiderueshme çka rriti edhe shqetësimin tek qytetarët. Megjithatë, autoritetet lokale bën thirrje për qetësi, duke theksuar se situata po monitorohej nga afër. Deri më tani nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar. Pas tërmetit kryesor janë regjistruar edhe disa lëkundje të tjera me magnitud 3.5 deri në 3.8 Richter. Sipas ekspertëve, epiqendra ka qenë në jug të rajonit Lasithi me një thellësi të vogël me rreth 5 kilometra, çka shpjegon edhe përhapjen e gjerë të lëkundjeve deri në Kasos dhe Karpathos. Sismiologët theksojnë se zona është e njohur për aktivitet të lartë sismik për shkak të përplasjes së pllakave tektonike afrikane dhe atyre euroaziatike. Ekspertët e cilësojnë tërmetin si një fenomen të zakonshëm për rajonin, ndërsa sismologët thonë se nuk pritet një tërmet më i fortë, por paralajmërojnë për pasgoditje në ditët në vijim. Megjithatë, sismologët këshillojnë qytetarët të shmangin përkohësisht aktivitetet në det për shkak të një rreziku të vogël për valë sismike, si dhe të kontrollojnë ndërtesat e vjetra për dëmtime të mundshme. Ekspertët rikujtojnë se aktiviteti sismik në Kret lidhet me përplasjen e pllakës tektonike afrikane me atë euroaziatike, duke bërë rajonin edhe një nga zonat më aktive sismike në mesdhe. Pas debatit publik me Trump, Papa Leoni XIV ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që të rikthehen në negociatat për paqen mes tensioneve të larta të konfliktit në rajon.
Papa Leoni XIV u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që të rikthehen në negociatat për paqe mes tensioneve të larta dhe konfliktit në rajon. Gjatë një deklarate për gazetarët, Papa theksoi se lufta ka pasoja të rënda për civilët. Konflikti ka lënë një popullsi të tërë në Iran me njerëz të pafajshëm që vuajnë, u shpreh ai. Komentet e Papës vijnë pas një debati publik me presidentin amerikan Donald Trump, i cili ka kritikuar qëndrimet e tij lidhur me operacionet ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Papa Leoni theksoi nevojën për dialog dhe shmangjen e përshkallëzimit të mëtejshëm. Do të inkurajoja vazhdimin e dialogut për paqen, për të hequr kërcënimin e luftës dhe për të respektuar ligjin ndërkombëtar, deklaroi ai gjatë kthimit nga një vizitë në Afrikë. Ai shtoi se si udhëheqës shpirtëror nuk mund të mbështes luftën dhe bëri thirrje për një kulturë paqeje, jo urrejtjeje dhe përçarjeje. Papa zbuloi gjithashtu një histori personale që ka prekur thellë. Ai mban me vete fotografinë e një fëmijë mysliman nga Libani, i cili e kishte pritur me një pankartë: Mirë se vini Papa Leoni. Sipas tij, fëmia është vrarë gjatë fazave të fundit të luftës. Gjithçka e përgatitur për këtë edicion, duke ju falenderuar për vëmendjen. Mirupafshim.